Në rast se reforma është bërë vetëm për të krijuar spakun, ata ja kanë dalë. Ja dolën, e arritën suksesin. Në ç'kuptim ja kanë dalë? Ja kanë dalë sepse në rast se mund të pres një sekond. Ju thatë një gjë me vend që domon gjyqjet popullore që bëshin. A mendon se ndoshta dhe si popull ne e kemi çikët gjyqjet popullore edhe sot për shembull? Po na është brumosur neve. A kupton Ne na është brumosur. Vet populli dhe kur pastaj bin vet viktim themi, po vet populli ka një lloj kënaqësie për shembull kur dënohet Eugenio, kur dënohet tjetër. Po si ajo histori e gazit 69, që hynte në Rrugice, më mend atë historinë e kohës se ne të dy e kemi arritur. Ka dy histori gazi 69 për këtë mentalitetin e popullit ton. Dilin kur hynte ke Rrugica e një lagje, gazi 69 që për ata që se dini ishte i sigurimit shtetit që vinë të arrestonte, civilët vinë të arrestonin. Tër dilin ke dritarja dhe s'ndaloj ke dera ime, ja hodha këtë rallë, s'ndaloj ke dera ime, s'ndaloj ke dera ime dhe gjithë më qifeshin prapë në shtëpi. Në i derë do ndalonte ai. Edhe ngeli shprehje gaz e derë. Po gaz e derë. Dhe ky është mentaliteti i popullit. Edhe i gjoh për ta bokë se me gazin kujtove i gjoh shumë të bukur. I heri dhe prish një gaz 69, mu ke shkolla de rada, se aty kam jetu unë. Për ata që se kuptojnë se më na keq kuptojnë, gaz 69 që është marke makinës. Nuk e kemi për gaz tjetër, jo. Gazat gjipet 69. Edhe i kishe narru gazi 69, që aty ishte prish. Edhe po rritë aty 3 ditë rresht, tash i gjithë lagja, me çine kanë, derisa erdhën e morën në tjetër. Ky është mentaliteti i popullit shqiptar. E para dhe e dyta, ajo që thoni ju për gjyqjet publike, po të mbani mend ne rrinim ke shtëpitë e kulturës kur i jepeshin artopolantët që gjyqi bëhej brenda dhe populli dëgjonte se si u dënuar mik i popullit. E njëjta histori, po sot nuk kemi në artopolant. Sot nuk kemi në artopolant, jemi përballë televizorit. Do ta thënë, nuk e maj me emrin e prokurorit. Po mund ta gjejmë këtohet kur është dënuar se ti mamen, kur është dënuar Shkelzen Doçi me gaz për Gjorçin mamen, për biletat, është bë gjyqi ke kinema janë kombinat. Po. Dhe kur prokurori kërkoi dënimin me vdekje, salla Duart Rokiti. Ne pa ky është mentaliteti i publikut. Edhe nuk e harroj gjykatësi tha, ulën i tha që si këtu po hiqen 20 njerëzish. Ishte viti 85, a? Po. Ato vite, këtë 85 nda morën marrë 85 ka qenë diçka e tillë. Po pra, se vazhdon me historia dhe me ekzekutimin atyre të shkretëve se për 1 milion lekë, $1.000 sot. Po sepse nuk mund të ndodhte. Edhe sa do të ishin, nuk merret jetë e njeriut për disa vepra penale, s'merret për asgjë.